ne do të ndalemi edhe ditën e sotme të horoskopi ekonomik për të parë së bashku se çfarë ndodh me 12 shenjat e zodiakut në këtë ditë të premte. Dhe duke qenë se takimi i radhës do të jetë të hënën, do duhet patjetër që këtë ta keni edhe për të shtunën dhe të dielën edhe të ecni sipas këtyre sinjaleve që na jep dita e premte për të pasur kujdes ose për të shfrytzuar një mundësi të caktuar. Shkojmë njëherë tek shenja e dashit, të shenja e parë e horoskopit. Pas disa ditësh tensioni, klima profesionale do të bëhet më konstruktive. Bisedat për kontrata apo marrëveshje ekonomike mund të marrin një drejtim goxha pozitiv ditën e sotme. Vetëm se kujdes me shpenzimet impulsive. Në financa do të nisë një fazë më e favorshme për planifikim, kështu që ditën e sotme me sa duket gjërat i ke goxha të koordinuara, duhet vetëm që ti shkosh deri në fund me vendoshmëri. Shkojmë tek Demi. Edhe pse periudha mbetet e rëndësishme për karrierën, sot mund të ndjeni më të lodhur se zakonisht. Është njerëzore, të lodheni, është e premte, mund të keni qenë shumë aktiv gjatë ditëve të fundit dhe normalisht natyrshëm ke nevojë të pushosh. Mos të mbi ngarko agjendën me angazhime të panevojshme, financat do të kërkojnë maturi dhe shmangje të rreziqeve. Energjia kursyer sot do të të vlejë nesër. Kështu që edhe një herë nxjerr frym, merr frym, nxjerr frym. Kjo është rregulli dhe pastaj pjesa tjetër mbetet thjesht që të rikarikoni veten me energji dhe të riktheheni për të dhënë më të mirën tuaj. Shkojmë nga Demi tek Binjakët tashmë. Propozimet dhe kontaktet e reja janë në qendër të vëmendjes, një mundësi profesionale mund të lindë nga një bisedë e rastësishme. Klima do të favorizojë negociatat dhe bashkëpunimet. Edhe të ardhurat mund të përfitojnë nga një iniciativë e re. Gjithçka tek Binjakët mbetet në dorë të sëres me sa duket nga ajo çfarë ne arrim të kuptojmë. Shkojmë tek Aforja. Në punë kërkohet durim për të menaxhuar çështje që ecin më ngadalë nga sa pritej. Pra me ritme goxha më të ngadalta nga ajo çfarë ju kishit planifikuar. Mos nxitoni në vendime financiare, përshtatur një ritmit, fokusoheni tek detajet dhe organizimi, një strategji afatgjatë do t'jap rezultate më të mira se fitimet e shpejta. Kjo për Gaforen është momenti i luanit tashmë. Projektet e nisura prej kohësh po tregojnë shenja konkrete progresi. Dhe patjetër ky është një moment që ju kënaq ambicjet. Është dita e duhur për të konsoliduar pozicionin tuaj profesional, investimet në kohë dhe energji po japin fryte, financat do të përfitojnë nga një qasje e disiplinuar. Shkojmë më tej nga luani tek Virgjëresha. Perfeksionizmi mund t'ju ngadalsojë në disa detyra. Është e rëndësishme që të mos humni pamjen e përgjithshme për shkak të detajeve. Mos u largoni nga tabloja e plot për të fokusuar në gjërat të vogla, të cilat patjetër janë të rëndësishme, por kanë kohën e tyre për t'u zgjidhur. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni gjithmonë analizat e tepërta. Vendimet praktike do t'jenë më fitimprurse sot. Mos harroni të jeni praktik, kjo do t'jetë e vetmja formë për të korrur sukses. Peshorja më tej, bashkëpunimet profesionale kërkojnë diplomaci dhe ekuilibër, mund të lindë nevoja për të ndërmjetësuar mes interesave të ndryshme. Financat nuk paraqesin surprizat të mëdha, por kërkojnë kujdes në menaxhim. Dita do të favorizojë marrëveshjet e arsyeshme. Shkojmë tek Akrepi. Ambicia ju shtyn të kërkoni më shumë nga vetja dhe nga të tjerët. Në punë mund të merrni përgjegjësi shtesë, ndërkohë që financat do të përmirësohen gradualisht fal këmbguljes dhe mos i lini pas dore mundësitë që duken të vogla në pamje të parë, jeni thjesht duke i paragjykuar, ndoshta duhet ti shihni më thellësisht dhe më me detaje. Shkojmë ndërkohë tek Shigjetari. Për Shigjetarin po afrohet një periudhë më premtuese dhe sinjalet e para janë tashmë të dukshme. Projektet e lëna pezull mund të rifitojnë vrullin që
e kanë merituar. Financat do të përfitojnë nga një klimë optimiste dhe nga ide të reja, është momenti për të parë përpara me më shumë besim. Shkojmë tek Briciapi. Qëndrueshmëria do të mbetet arma juaj më e fortë në punë, dita favorizon organizimin dhe planifikimin financiar. Çështjet praktike gjejnë zgjidhje më të lehtë se sa mendoni dhe një vendim i matur mund të sjellë përfitime afatgjata. Ujori më tej. Tema kryesore e ditës janë financat dhe menaxhimi i burimeve. Mund të rishikoni buxhetin ose një projekt ekonomik. Në punë kërkohet fleksibilitet përballë ndryshimeve, një ide inovative mund të hapë perspektiva të reja fitimi. Dhe në përfundim të horoskopit ekonomik peshqit. Yjet favorizojnë përgjigje pozitive dhe mundësi që prisnit prej kohësh. Në punë është e rëndësishme të mos lini të iken rastet e mira. Financat përfitojnë nga një periudhë më dinamike dhe produktive, besimi në aftësitë tuaja do të jetë çelësi i suksesit. Mirë. Kjo sa i përket peshqve, kemi përfunduar edhe me horoskopin ekonomik.